Suplementet me bazë bimore janë kthyer në një zgjedhje gjithnjë e më të zakonshme për shumë qytetarë, por përdorimi i tyre nuk duhet të bazohet vetëm tek këshillat apo informacionet e marra në rrjetet sociale. Farmacistja Flutura Dega thotë se një pjesë e rëndësishme e konsultimit lidhet me problematikën që paraqet pacienti dhe kur është e nevojshme edhe me analizat apo historikun e tij shëndetësor. Janë më pa efekte anësore, sigurisht. Ato nuk kanë efekte anësore, sigurisht kur përdoren në bazë të këshillës së farmacistit ose të mjekut. Dhe shohim edhe ilaçet për shembull që pacienti mund të ketë, ilaçet që ka në shtëpi për shembull që mos të ketë ndërveprime me produktin. Dega shpjegon se në treg gjenden produkte të ndryshme me bazë bimore, ndërsa qytetarët interesohen më së shumti me suplementet që lidhen me problematika të caktuara shëndetësore. Neve në bazë të problematikave dhe shohim dhe ilaçet çka ata përdorim, ne kemi informacion për këto suplemente. Sigurisht ne bazohemi në historikun e sëmundjes së pacientit. Më e mira është të konsultohet me një profesionist, siç është farmacistja ose mjeku. Ajo thekson se fakti që një produkt është bimor nuk do të thotë automatikisht se është i përshtatshëm apo i sigurt për çdo. Unë me thënë të drejtën i kam qef produktet bimore, sidomos këto produkte që janë me bazë aloe verën. Ne kemi këtë linjën amerikane që është Forever dhe për mua besueshmëria tek këto produkte është në nivelin më të lartë. Dhe sigurisht në përgjithësi unë kërkoj një palë analiza për shembull, për problematikën që paraqitet, i them që dua të shoh analizat sepse mbase ti nuk ke nevojë për këtë produktin. Dhe megjithse shumë prej këtyre produkteve mund të blihen pa recetë apo gjenden edhe jashtë farmacive, këshilla e farmacistëve është që zgjedhja e suplementit të mos bëhet vetëm mbi bazën e informacioneve të marra në rrjetet sociale, por duhet konsultoheni me një profesionist.